Ishte pink, doja që ta ruaj atë vellën e bardhë të mos jetë as edhe në Doja klipe? t'isha absolutisht ndryshe, sepse kisha vajzat modelet që ishin me fustane të bardha dhe t'ju alija atyre ekskluzivitetin e nuses, ndërsa unë thjesht doja të isha ndryshe dhe të krijoja një kontrast me natyrën. Se sigurisht që ngjyrat janë gjithmonë zgjedhjeshme e bukur me natyrën për të krijuar një kontrast. Disa bukur do të rente ty e bardha. Thjesht m'ishte fiksuar në mendje, e kam edhe veshin e bardhë në këtë klip, sigurisht mund të mungonte, por është ndryshe, vjen pak më ndryshe, nuk vjen kështu si fustan, le të themi nuse me vello, se ky nuk është veshje për nuse, po unë kur po flas për bardhën e kam të ajo dita reale, kur do të, sa bukur do të rinte, sa pranë atij momenti mund t'jemi. Ose e sheh vetëm, je nga këto vajzat që preferon të bëj dasëm të madhe, tradicionale, të vesh vellon, vesh... Po e mendoj të. Deri para ca vite shtoja do bëj një dasëm të madhe, meqense në familjen time nuk është bërë asnjë dasëm, edhe pse të gjithë janë martuar. Po tani në këtë pikë që jam, them jo, nuk dua të bëj dasëm. Se, kur ndryshoj kjo? Po nuk e di, kur e mendoj që të gjithë ngelen të pakënaqur, më mirë them po marr familjen time, po bëjmë një kështu dark, të mblidhemi, muzikë, diçka të vogël, le të kënaqemi dhe kaq. Po nuk i di, deri momentin që mund të vijë ai moment, mbas ndryshoj mendje prapë. Jeni të një fjale me partnerin, apo... E herë jam, herë s'jam. Ndryshoni të dy qëndrim, varet se në çfarë situate. Po, tani varet si vijnë gjërat. Le t'ja lëm kohës. Le t'ja lëm kohës. Ajo që thash unë nuk ndryshon. Ty do të rinte shumë bukur, edhe do ishe një nuse shumë e bukur, këtë se unë kam edhe motrën që është make-up artiste dhe ka një dyqan shumë të madh me fustan nuserie. Edhe aty do zgjedh fustanin më të bukur. Ti do të merr atë privilegj, motra ta bën, që ta zgjedh dhe ta ndaj fustanin më të bukur të nuses për ty. Mirë, kurdo që të vijë ky moment, rëndësi ka që ti të jesh rehat dhe e lumtur me jetën tënde. Mish po flasim për dasmat, je nga ato këngëtare që je hapun që t'jesh edhe pjesë e... Ua, e hapur, u vdes për dasmë. Më thuj pak. Dhe më thënë, pjesa më kryesore e eventeve të mija, le të themi, janë dasmat, kryesisht vera. Janë shumë, unë i dua dasmat, sepse normalisht është një energji tjetër në dasëm, të gjithë janë për një qëllim, kënaqen, shijojnë. Të vështira, Silvana, shumë. Janë të vështira, sepse është koha shumë e gjatë. Si mysafire dhe çdo këngëtar që shoh, me të vërtetë, në mesin e gjithë natës, një 5 minuta mendoj se sa vështire keni. Po, aq më tepër në sezonin e verës janë dasmat shumë të ngjeshura me njëra tjetrën, ku ti nuk ke kohë të marrësh fryma apo të qetësohesh vokalisht, je detyruar mirë keq do shkosh dhe do performosh, do